Nëse që flasim për dhunim seksual, në përgjithësi shkon mendja te femrat, po edhe mashkujt kur jetojnë dhunë seksuale. A raportohen këto raste te na? Kemi raste edhe kur meshkujt janë viktima të dhunës seksuale, edhe me të drejtë po thua që neve na shkon mendja tek vajzat për shkak se 90% e viktimave janë vajza, por kemi pas viktima meshkuj të gjitha moshave, qoftë fëmijë, qoftë edhe deri në mbi moshën 40 vjeçare. Do të thoja që fëmijët janë në të predispozuar për të qenë viktima të dhunës seksuale, por kohëve të fundit unë prej rasteve të mia po flas. E kam vërejtur që edhe personat e komunitetit LGBTQ janë subjekt shumë shpesh i dhunimeve dhe atë dhunimeve të përsëritura, sepse kam pas rast kur një viktim ka ardhur më shumë se një herë në ekzaminim, po ashtu edhe personat me çrregullime mendore ose me ndonjë problem mendor munden me u bë subjekt i dhunimit.